Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Shpëtimi. Një djalë i ri, por si xhamat i vjetër, është avokat me profesion. Kur erdhën imam në këtë xhami në vitin 2004, e gjeta si xhamat këtu në xhami i ri, me flokë të gjata, po ambicioz, çdo ditë pas namazit ka gjysore mdal këtë dera duke më bën pyetje të ndryshme. E tash, ndoshta në këtë ditë Ramazanit, pak ta bëjmë një bisedë të shkurt, se e ka pa veten atëherë dhe se e shet tash gjatë kësaj periudhe të themi 20 veçare. Assalamu alaikum, falënderimi takon vetëm Allahut, atë falenderojmë dhe prej tij ndihmë kërkojmë. Faleminderit Hoxha, Allahu shpërbleft. Në kohën kur fillumna me fal namazin si tri dhe ta frekuentojmë xhamien, ishte periudha diku afërsisht para 21 apo 22 viteve, edhe në atë kohë ti sapo kishe mbaru studimet në Medinën e ndriqume të Rasulullahit a.s. edhe u takum me ty hera e parë, ti në atë kohë ishe diku për afërsisht 27 vjeçar. Me sa e mbaj mend, se dallimi mes meje dhe mes teje në moshë është 10 vite për afërsisht, edhe atë takim nuk e harroj, ka qenë një takim shumë i mirë, shumë pozitiv, edhe na mirëprite, edhe pse ishe i ri, kishe dëshirë që me trit ta fillojsh edhe të takohesh, edhe pastaj me kalimin e kohës diku xhamati i të rinjve në këtë xhami u shtu dhe arriti numri diku rreth 53 që ishim xhamati i rregullt në këtë xhami. Me kalimin e kohës fillum edhe me mësu librin e Allahut, Kur'anin, dhe ndonjëherë ne dilnim edhe imam në atë kohë, dhe pastaj fillum aktivitete të ndryshme në kuadër të kësaj xhamie. Dhe ne si të ri e kishim edhe një shoqat që ishim këtu me klasën poshtë, edhe fillum me Hoxhën, me ty Hoxhë dhe me shumë hoxhallar të tjerë, disa aktivitete të mira të hajrit për shoqërinë, dhe me kalimin e kohës këto aktivitete u bën shumë të rëndësishme, kishe një efekt shumë pozitiv tek trind, sepse në këto aktivitete përveç që ne u takoshim si tri dhe me hoxhallarët e fshatit ton, ne bënim edhe shpërndarje të ndihmave humanitare, ishmi si shoqata e parë në kuadër të xhamisë në komunë, edhe në vazhdën e këtyre aktiviteteve kishmi edhe kurse në kuadër të klasës në xhami, të ndryshme për të rinjt, edhe organizum me lejen e Hoxhës, me lejen tonë dhe me lejen e këshillit të xhamisë, për herë të parë më duket se ishte Ramazani i vitit 2007, taravijet apo namazin e natës këtu me xhamat në xhami, edhe për këtë ishmi të parët që organizum në komunën tonë Klikovës, e të them me krenari, falënderimi takon Allahut. Pastaj ndodhi që me kohë, sot ku jemi këtu në këtë xhami, ata të rinj të cilët ishin diku me numrin e madh, për shkak se shumica kanë dalë në gurbet, pak normalisht se ka ra numri i të rinjve, por ne që jemi këtu po vazhdojmë me qenë në xhamat, edhe po vazhdojmë me qenë kontribus bashkë me hoxhallarët, bashkë me Hoxhën në këtë xhami. Shpëtimi është rreth nga familja intelektuale, nga prindërit intelektual, të gjithë janë të njohur, sidomos baba i tij, po edhe kjo është një ndër intelektualet e gjeneratës së re me të cilat na krenohemi si fshat, kena jo vetëm shpëtimin, po edhe disa të tjerë të cilët janë kësaj kategorie. Ai mundohet gjithmonë të jetë në shërbimin e popullatës, në shërbimin e xhamisë, në shërbimin e hoxhallarëve këtu në Mateq. Allahu e shpërbleft për këtë kontribut. Amin.